ka dalë njëra prej akt akuzave të SPAK-ut, ose për një prej të pandeurve, ku përfshien dhe SMS-t e ministres Belinda Balluku, do të modifikojmë fillimin e emisionit për rreth 20-25 minuta, unë do kem 2 të ftuar studio, një lidhje drejt për drejt, në do fokusohemi te disa nga SMS-t, dhe më pas do të vijoj me përparim Ramën dhe Ajrullah Çeku. Unë kam 2 të ftuar në studio, Ornela Çuçin, pedagoge, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Artan Hoxhën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në lidhje të drejt kam Bleona Metushin, gazetare në TV Klan. Bleona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Blendi. Tani, duhet të fokusohem pak të kjo që ka ndodhur, ka një numër SMS-sh që janë bërë publike në një akt akuz në një personi. Unë do sjell njerë, fillimisht SMS-t, dhe pastaj do kthehem që do të pyes nga ka dalë, a bëhet fjalë për një akt akuz që është e njëjtë për gjithë pandeurit, sa të pandeur janë marrë për këtë çështje në total deri tani, pra që nga koha e fundit që kemi folur. SMS-t lidhen me ndërtim, me tunelin me tenderin për tunelin e Llogaras. Në fakt, bëhet fjalë për një numër shumë të madh, janë rreth 45 faqe në këtë akt akuz që është bërë publike në të gjithë mediat. Ne kemi përzgjedhur një 5 mesazhe që tregojnë raportet që mund të quhen raportet më drejt për drejta me tenderin. Në fakt, nuk e di nëse çështja është tek përmbajtja e vetë mesazheve apo është indirekt tek përfshirja e ministres në një tender që nuk duhet ishte. Pra nuk është kompromitim, nuk bëhet fjalë për kompromitimin drejt për drejt, por për faktin e ndikimit në tender. Gjithsesi do ta diskutojmë në studio, janë 5 mesazhe që kemi përzgjedhur, më jep pak materialin numër 3, lutem. Mendoj të anulojmë, skualifikoj të gjithë. Jam më së dakord se kam diçka që s'më kuadron në gjithë situatën, kur e do, sot apo nesër. Megjithatë, nëse të duhet ja këndojmë këngën, s'ma ndjen shumë për asnjë dhe qoj ku duhet. Jo, kam atë ndjesin time që nuk duhet. E ke të frikshme ndjesin, kur e do. Më jep afatet nëse e shpallim nesër. Maksimumi 24 mars ankimimi në Ministrinë e Ekonomisë, në 25 i kthejmë përgjigje. Maksimumi 4 prill ankohemi në KPP dhe minimumi 14 prill, maksimumi 22 prill kthen KPP përgjigje. Duhet ta rishpallim për një herë që t'i djegim afatet e ankimimit në gjykat. Po si ke lajmëruar të tjerët për anullim, mbylleni sot me urgjencë. Po gysin sot e ketë mbaruar, e mbyllëm. Pra, to janë disa nga mesazhe që ne nuk futemi dot në kontekstin asaj se përse bëhet fjalë, janë vetëm për të kuptuar raportet. Mje pak 5, lutem, bëhet fjalë për një takim me turqit që do ishin fitues të tunelit të Llogaras. 5. Fole me Artën, turqit Gjëkundi, nesër në 11 takim dhe aktivizojmë atë që takuam të premten. Okej, po fola unë, i thash të shkruaj. Ore, këta nuk qenë kanë në Tiranë. Turqit? Po ata, se për kë po flasim. Vazhdojmë me të premten. Do presim deri nesër. Okej, takohemi nesër. Ndërkohë, sërish janë disa SMS që të vendosura tani janë shkëputur nga konteksti dhe nuk mund të citojmë akt akuzën, bëhet fjalë disa diskutime. Nxirr pak 6, lutem. E shpëton e rindi situatën? Bën sens apo jo? Sens bën, po mos na hidhet në fyt pala tjetër, si fillim ta shtym që t'i japim kohë vetës. Nesër në 8 tek unë përballë me zyrën tënde. Dhe një tjetër dialog pra me SMS është nxjerrja e re e tenderit online. Më nxjerr pak 8. Okej, për pak nxjerr tunelin. Prit dhe pak. Për tunelin? Okej. Po, priti çoj fjala e tij që kërcënon me SMS. Okej. Nxirre tunelin. Okej, për pak. Tuneli u nxor sapo. Dhe e fundit bëhet fjalë për një takim me të njëjtën kompani turke dhe kontratë që të nënshkruajmë me ta. Keni parasysh që mund mos jenë në kontekstin kohor të gjitha mesazhet. Më nxirr pak 9. Kur e ke përmbar të takosh plakun e ASL që t'i them të vi, se të ëmën e ka në intubim, t'i them të ejten? Ditën që do firmos pra nesër ose pas nesër, pse gjallë ka nënën ai? Okej, po hë pra, gjallë paska. Turqit vinë të hënën dhe ikin të martën, dhe jam dakord me draft kontratën. Super, kur do ta bëjnë kompanin?
po pret letrat ASL dhe do ta regjistrojmë, po tha vendoseni si kusht në kontratën që do paguhet në kompaninë që do hapet dhe regjistrohet në Shqipëri, që ta firmos të hënën. Sigurisht. Pra këto janë një pjesë së mësëve, është shumë i gjatë materiali, janë rreth 45 faqe, vetëm në këtë material lidhemi sekondë me Bleona me Tushin dhe rikthehem sërish. Tash, në vijim ne do jemi me ty kandidatët për Bashkinë e Prishtinës, pra përparim Ramën dhe Ajrullah Çekun. Bleona, bëhet fjalë për një material për 45 faqesh që i drejtohet, pra që është akt akuza ndaj njërës prej të pandehurave. Tani, brenda kësaj akt akuze janë lidhjet do të thënë janë SMS-t, pjesën më të madhe të saj, të ministres Balluku me drejtorin e rrugëve. Pse janë akt akuzën që është ndaj një personi me emër tjetër? Blendi, kjo është akt akuza për të pandehurën e SPAK Mirzeta Kashnica, e cila gjithashtu është njoftuar nga ky fundit se është marrë pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera dhe konsiderohet e bashkëpandehur në këtë hetim me zëvendës kryeministren Belinda Balluku për të njëjtën akuzat të shkeljes së barazisë në tendera. Për këtë arsye, fakte dhe rrethanat të cilat janë vendosur në akt akuzën e njoftuar shtetases Mirzeta Kashnica, gjithashtu ndodhen edhe rrethana hetimore të cilat ngarkojnë kështu me përgjegjësi edhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Po, akt akuza është ndaj kësaj zonje. Është e njëjtë akt akuzë që është dhënë dhe të gjithë të pandehurve tjerë të marrë për këtë çështje? Është identike? Pra ndron vetëm emri si për adresën që i drejtohet, për adresimin, apo janë të ndryshëm? Blendi, në eksperiencën time, në rastet kur ka një vepër penale në këtë procedim në cilën akuzohen në bashkëpunim të gjithë personat, zakonisht edhe njoftimi dhe akt akuza ka të njëjtën përmbajtje dhe të njëjtën rrethana hetimore të cilat ngarkojnë për ta. Por kjo nuk përjashton mundësinë që në akt akuzë tjetër, e cila mund të i është komunikuar zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të ketë edhe rrethana të tjera të cilat nuk janë bërë publike, sa kohë kjo akt akuzë për cilën kemi raportuar gjatë ditës së sotme dhe është bërë publike dhe është raportuar në media, nuk lidhet drejt për drejt me akt akuzën e cila është njoftuar më herët zonjës Balluku. Pra ne nuk e dim nëse kjo akt akuzë është copy-paste me atë që ka marrë zonja Balluku, apo ka materiale ekstra ajo. Zakonisht janë të ngjashme thua ti, po ka raste kur këto ndryshojnë. Ndryshojnë në rastet kur personat cilët mund të jenë të bashkëpandehur mund të kenë dhe akuzat të tjera ndryshe nga një bashkëpandehur në të njëjtin procedim, por në rastet kur ato kanë të njëjtën vepër penale për cilën dyshohen nga ana e prokurorisë dhe për të njëjtat rrethana, kryesisht edhe gjithë njoftimi i akuzës është me të njëjtën përmbajtje. Po ndërkohë, cila është lidhja e zonjës me emrin e cilës ka rrjedhur akt akuza me procesin? Mirzeta Kashnica është një nga personat cilët është marrë pandehur bashkë me 5 personat të tjerë, përfshi këtu ish kreun ARSH Evis Berberi dhe kreun aktual të ARSH-s Gentian Gjyli dhe disa ish zyrtarë të tjerë, të cilët dyshohen nga ana e prokurorisë së posaçme se përgjatë fund vitit 2020 dhe 2021 nëpërmjet veprimeve të tyre kanë shkelur barazinë në tendera në dhënien e tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Dhe ndërkohë, të gjitha këto materiale janë marrë nga celulari i ish drejtorit të ARSH-s? Po, Blendi, pak muaj pas arrestimit të ish drejtorit të ARSH Evis Berberi, konkretisht në shtator të 2024, prokuroria e posaçme arriti të ekstraktoj nga telefoni i tij një pajisje telefonike BlackBerry, komunikimet që ai kishte pasur me persona të tjerë dhe më pas BlackBerry? Po, të paktën sipas njoftimit të akt akuzës, është një pajisje telefonike BlackBerry përdorur nga duhet të jetë përdorur shumë herët se BlackBerry me sa di unë ka dalë jashtë tregut UBK. E përdorur nga Berberi dhe ku janë ekstraktuar këto mesazhet, cilat aktualisht prokuroria e posaçme është duke i përdorur si provë në bashkëpunim edhe me dokumentacione të tjera të sekuestruara për të konkluduar siç prokuroria e posaçme pretendon se ata kanë shkelur barazinë në tendera, pra kanë shkelur rregullat në ligjin për dhënien e tenderave. Në telefonin e kreut të ARSH-s janë gjetur të gjitha mesazhet, pra i ruante këto mesazhe apo ka qenë rikuperimi i komunikimit në platformë?
Ka arritur prokuroria e posaçme të rikuperoj, por ka pasur edhe mesazhet të cilat kanë qenë aty dhe kanë qenë të pafshira. Duhet thënë Blendi që në momentin që ky pajisje telefonike është sekuestruar pas arrestimit ish kreu të ARSH-s, ajo është nështruar një akt ekspertimi në laboratorin e prokurorisë posaçme, e cila ka arritur të ekstraktojë këto të dhëna që më pas janë përdorur jo vetëm në këtë proces dhe në këtë procedim, por edhe në të paktën 2 procese të tjera hetimore. Ndërkohë, për këtë çështje, ku është e përfshirë dhe Ministri Balluku, sa veta janë në akuzë? Përveç zëvendës kryeministres Belinda Balluku, në akuzë janë edhe 5 persona të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e KVO-ve, të cilët kanë bërë vlerësimin e ofertave në vitin 2021 të ofruara dhe të dhëna për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Po Balluku për sa, Balluku, Berberi për sa çështje tjera është në akuzë? Aktualisht, një çështje ndaj ish kreu të ARSH është në pritje në gjykatën e posaçme për të kaluar ose jo për gjykim çështja ndaj tij, ende nuk ka filluar gjykimi në themel. I është komunikuar disa ditë më parë edhe akuza për këtë procedim, ndërkohë që prokuroria e posaçme të paktën në disa akte edhe zyrtare ka konfirmuar se për të njëjtin procedim vijojnë të jenë hetimet ende të hapura. Bleona, të falenderoj atëre, ke një gjë, po ka një pyetje, Hoxha. Dy pyetje. Po, vetëm shpejt. E para, në materialet që ju keni lexuar të prokurorisë, a ka prokuroria ndonjë pretendim për ndonjë efekt financiar, apo nuk ka të tillë? Një dëm të mundshëm? Të paktën deri më tani dhe çfarë prokuroria i ka ngarkuar, qoftë edhe vetëm nga akuza për cilën këto persona janë marrë pandehur, pra shkelje të barazisë në tendera, kufizohet kryesisht në faktin se këto persona mund të kenë pasur ndikim apo kanë lejuar dhe kanë përzgjedhur një kompani e cila nuk i plotësonte kriteret në finalen e saj. Deri më tani, prokuroria në këtë akt akuzë nuk flet për dëm financiar, megjithatë konfirmon se ky procedim ngelet i hapur dhe për veprat të tjera penale është duke u vijuar një hetim. Por nëse ka persona konkrete të cilët dyshohen për veprat të tjera penale, ndryshe nga ajo e shkeljes së barazisë në tendra, e cila duhet thënë që është në limite të parashkrimit të saj, ashtu sikur edhe vetë prokuroria e posaçme pranon në njoftimin e akt akuzës, pasi është duke u arritur afati 5 vjeçar nga momenti kur është kryer kjo vepër penale. Pra, në akt akuzën aktuale nuk flitet për vepra penale që lidhen me dëmet financiare, apo çfarë ka sjell kjo, apo nëse ka pasur edhe akte korruptive. Pyetja e dytë. Po, shpejt. Me që referuat njoftimit, tek njoftimi i prokurorisë, citohen që një dosje e re i bashkohet 2 dosjeve hetimore të kaluara. Tani të 3 këto dosje lidhen me tunelin e Llogaras apo janë çështje të tjera? Në fakt janë 3 materiale të cilët janë bashkuar në një dhe kanë prodhuar procedimin penal të këtij viti, ku është marrë pandehur zëvendës kryeministra Belinda Balluku, konkretisht një kallëzim i bërë nga ish deputeti Lulzim Basha, një kallëzim i bërë nga Partia Demokratike dhe gjatë këtij viti Byroja Kombëtare e Hetimit, duke rënë në kontakt dhe djeni të mesazheve të gjetura në telefonin e ish kreut të ARSH, i ka referuar këto materiale në prokurori dhe është bërë regjistrim një procedimi të tretë. Të 3 këto procedime duke pasur të njëjtën bazë janë bashkuar dhe kanë prodhuar hetimi që ne jemi duke folur sot. Bleona, kam një mesazh që më thot, pra një informacion nga gazetar që më thot, në informacionin që kam unë, po duhet ta marrim gjithmonë me rezerva, nuk janë copy-paste, thot, secili e ka të ndryshme materialin e akuzës, pra në bazë të rolit që ka luajtur në pozicionin që ka pasur në këtë çështje. Në faqen e fundit, nëse më lejon Bleona, në faqen e fundit të asaj që ne kemi lexuar të gjithë, thot, nga aktet e administruara deri në këtë fazë të hetimeve paraprake të procedimit penal numër 136 të 2025-s janë evidentuar veprime të kundralishme të shtetases Belinda Balluku, e cila ka vepruar në cilësinë e ministrit të infrastrukturës dhe energjisë. Tek procedura, pra është dosja e Belinda Ballukut dhe thot paralelisht me këtë ka krijuar kësaj procedure, atëherë thot, duke parapërcaktuar shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi, duke krijuar avantazhe dhe privilegje për shoqërinë fituese. Pra nuk flet për efekte financiare. Shtetasja Belinda Balluku në bashkëpunim me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ku i liston kanë konsumuar elementet e veprës penale. Pra është dosja e Ballukut në bashkëpunim me anëtarët. Vetëm kam një pyetje edhe pa u larguar Blona. Ç'pun ka ministria me tenderin? Logjikisht ministria s'duhet të jetë në tender. Jo, është KVO-ja ajo që merret me tenderin, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. Po këtu lidhja bëhet përmes SMS-ve me ministrën. Përmes, po. Pra që ka ndikuar pavarësisht se nuk ka pasur pozicion. Ka një proces formal
ka dhe një proces informal. Po. Ku procesi... Telefonat kanë treguar që ka një proces informal që ndikon procesin procesi formal. informal Ka ndikuar në procesin? Dikton. Të pretendon prokuroria. Ajo e ka diktuar gjithë procesin informal. Një gjë duhet mos sqaro. Në qoftë se nuk do të ishte Ja, ti themi Bleunës largohet edhe se Bleuna s'ka Po më. mos ishte Belinda Balluku, Spaku s'do merreshte fare për këtë lloj vepre që pretendon. Jo, sepse këta tjerët kanë vazhduar pjesën e përgjyrë. Sepse vetëm Balluku e çon në nivelin e Spakut. Bleuna, atëre faleminderit për ndryrjen, kisha Bleuna me Turshin. Faleminderit.